30 teravi nëse ne i falim nuk bëjnë sa një namaz i sabahut. 30 në teravi me i fal nuk bëjnë sa falja e një sabahut, do më një 10 farzi të sabahut. Prandaj, nëse këte e ka parasysh robi, nëse këte e ka parasysh agjerusi edhe falsi i teravive edhe i namazit natës në xhamia, atëherë i zhdashë që vërtet me qenë tepër i vëmendshëm edhe mos me ndodhë që me i falë këto dyja e mos me falë pra namazin e sabat në xhami. Po realitetin e kem që në shohim se kjo për në ndodhë ne. Sa prej atyre që i falin teravit, që i falin edhe ndoshta edhe namazin e natës, në netët e fundit, nuk prezentojnë në faljen e namazit të sabat. E kura fjalët e falja e namazit sabat, jo farzi, po mas pari për falja e 2 rekateve, të sunetit sabat, të pejgamberit sa, është më vlefshme se sa dynjaja dhe çka ka në te. Nëse vetëm këtë hadith e merr njeriu parasysh, ai nuk e lejon veten me mungu pra në faljet e namazit sabat. Po kur fjalat e vet sabahu që është farz e që duhet gjithsesi prezantu pra në xhamat, është ajo që në njëjtën kohë e dim se pejgamberi na ka njoftuar dhe ka thënë se falja e namazit të sabat është ajo që biidhnillah i mundson robit çështjen e që Allahu xhallahu ta mbron atë gjatë tërë ditës. Një lloj mbrojtësi dhe një lloj garantuesi pra i mirëqenies së robit edhe i mirëqenies së familjes e shoqërisë sonë është kur ne vërtet prezantojmë pra në falje të namazit sabahut, në falje pra të farzit sabahut, e i cili biidhnillah do të na jep një lloj garantuesi i mirëqenies edhe sigurisë edhe paqes e harmonisë pra në jetën tonë. Pra atë edhe një prej robërve kur ka dalë në faljet e sabahut, thotë gjithmonë e kanë frikën se ne e dimë edhe pejgamberi i ka lavdru ata të cilët dalin në terr për të shkuar në xhami, sepse kur shkojmë në xhami na e dimë që vërtet është ende terr, domethënë para se të mbrim në faljet e sabahut. Po edhe thotë gjithmonë e kanë pak një frikë edhe nga çant apo nga ndonjë fatkesi duke shkuar në xhami. Por kur e fali thot sabahun fare as nuk di për asgjë tjetër se nisem do të dal ose në punë ose në shtëpi të kthehem, por nuk e kam as një tro frikë me një fjalë sepse e di që pejgamberi sa na ka leftuar se pra ai që e fal namazin e sabahut do të jetë në mbrojtje të Allahut të rishanu bie në paradis. Prandaj po them, kur i ki parasysh këto edhe sa prej ajeteve, haditheve e që postierave për namazin e sabahut, për leximin e Kuranit, inna Kur'an al-Fajr kana mashhuda, do të Allahu xhashan në Kur'an na mjafton se Kur'ani i mëngjesit, i namazit sabahut po është ai i cili do të përcillet, për shkak do të dëshmohet jo vetëm nga ne falsit, por do të dëshmohet pra edhe nga melekët e Allahut xhashan, e që vërtet pra gjitha këto sa prej porosive tjera janë ato të cilat tregojnë peshën edhe vlerën e madhe që e ka pra namazi me xhamat, sidomos namazi sabahut.